Asalamu alaikum të dashur miq. Ky është emisioni Këndi i Diskutimit. Javën e kaluar në këtë emision jemi ndalur tek plogështia që ka plon besimtarin ndonjëherë në adhurime dhe ajo mungesë e gjallërimit të zemrës. E sot do të vazhdojmë në këtë drejtim, por do të ndalemi te zgjidhja e këtij problemi që konsiderohet qëndrueshmëria në adhurime, se si ta gjallërojmë zemrën. Këtë temë do ta trajtojmë me Hoxhën Alaudin Abazi. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se jemi bashkë në këtë emision. Hoxh, kur flasim për qëndrueshmërinë në adhurime, çfarë kuptojmë me këtë koncept? Bujar, njerëzit, madje edhe ndoshta shumë prej muslimanëve e paramendojnë fen apo lidhjen me Krijuesin, me Zotin e tyre, si momente apo situata dhe emocione caktuara në jetën e tyre të përditshme. Në fakt Islami e trajton këtë lidhje që me qenë e vazhdueshme dhe e pandërprer në asnjë rrethon në asnjë situatë. Me një fjalë, Islami dhe vetdia e besimtarit në lidhjen e tij dhe përkushtimin ndaj Zotit të Madhërisht është diçka që është e gjithmonshme, përderisa ka vetdije. E tash adhurimet luajnë rol të rëndësishëm në këtë aspekt, për me mbajt këtë lidhje dhe për me mbajt këtë përkushtim ndaj Zotit të Madhërisht. Prandaj kur themi qëndrueshmëria apo vazhdimësia në adhurime është për qëllim që njeriu të ketë vazhdimisht në jetën e tij apo në praktikën e tij adhurime të rregullta, të pandërprera dhe në formë të balancuar. Pra të rregullta që i kryejnë në formën në mënyrën më të mirë, të pandërprera në kuptimin që janë të vazhdueshme, kanë këtë kontinuitetin të cilën e përmendëm dhe të balancuara, pra me një fjalë nuk janë ndoshta të tepërta, me thon kushtimisht, që mundet me ngarku apo me ndi njeriu në ndonjë rrethon apo në ndonjë situatë, lodhje dhe dalje nga ajo natyrshmëria e tij, po me qenë në përputhje me mundësitë dhe aftësitë e tij. Dhe Hoxh, pse është e vështirë që njeriu të ruajë atë ritmin e qëndrueshmërisë në adhurime? Ndoshta mundem me thon për shkak të natyrshmërisë së njeriu. Në fakt mund me ndiku disa faktorë. Të themi faktori i parë mundet me qenë aspekti i natyrës emocionale të njeriut, pra arsye se nuk është gjithmonë njëjtë. Nganjëherë ndin iman pak më të fortë, nganjëherë ndoshta dobësohet, nganjëherë është nganjëherë është më emocional, nganjëherë është. Pra natyra e njeriut është kështu, prandaj edhe e ka të vështirë. Pastaj mundet me një prej faktorëve tjerë janë edhe faktorët social të jashtëm, familja, puna, obligimet, rrethonat e jetës me të cilat ballavaçohet jetën e tij, e bën që të humb prioritetet edhe ndoshta të shpërqendrohet nga kjo. Pra ai fakt dëshiron me pas adhurime, pra nuk është që nuk don, po thot haj se ma vonë tash po mirë me këtë dhe i përzihen prioritetet, prandaj edhe kjo i shkakton të lashe me pas këtë kontinuitet. Edhe një faktor që është shumë i rëndësishëm që duhet me pas parasysh ndoshta në kohën bashkëkohore është mënyra jetesës të cilën e zhvillojmë tani. Kjo stresi, dinamika jetës, po gjithashtu edhe telefonat, edhe mediat, edhe ai bumi i informacioneve edhe të njohurive të cilat na vijnë vazhdimisht, na shpërqendrojnë nga përkushtimi dhe na orientojnë apo të fokusohemi apo të mendojmë disa gjëra që në fakt janë dytësore dhe fare të rëndësishme. Dhe jemi dëshmitar që na ndodh që të na marrin kohën e angazhimeve tjera. Po gjithsesi, ta marrim një shembull thjesht. Tash për momentin që një njeri me ndajt në telefon një orë në TikTok është diçka shumë normale. Si kohë, është shumë normale. Nuk e vren që shkojë një orë. Nuk e vren fare, edhe faktikisht tash ju është bërë njerëzve shumë lehtë kur thush prit vetëm e hap telefonin edhe pret më lehtë. Apo kupton se kalon koha shpejt. E tash paramendo sa kemi njerëz që ndoshta hupin kohë me orë të tëra gjatë ditës dhe preokupime shumë të panevojshme edhe dytësore, tretësore në jetën e tij të përditshme, këto e bëjnë që ai ndoshta t'i lej ana shumë nga gjërat dobishme për të, e në rand parë edhe të ketë një lloj
kontinuiteti edhe në përkushtimin ndaj Zotit Madhërisht. Pra, shpërqendrimi është problematik gjithsesi. Në këtë situatë. Pra, luhatja, shpërqendrimi dhe këto rrethonat ose faktori social, obligimet dhe mos radhitja prioriteteve ashtu si duhet. Dhe kjo që po thoni Hoxh anaqon drejt asaj nevojës që besimtari të jetë më i përqendruar në disiplinën e tij personale, në rutinën e tij personale të ditës ku bëjnë pjesë padyshim edhe adhurimet? Në fakt nuk ka mundësi njeriu të mbijetoj apo ta realizoj këtë kontinuitet dhe të ketë në praktikën e tij vepra të kësaj natyre, domthonjë që nënkuptojnë që të kontinuitetin përveç se duke ndërmarrë hapa të cilat e disiplinojnë veten e tij në jetën e tij të përditshme. Pra radhitja prioriteteve edhe në ashtu siç planifikon edhe kohët shujtat e ushqimit, planifikon edhe orarët e punëve të ndryshme të cilat i bën qofshin ato punë ditore, qofshin do thotë obligimet e ndryshme, gjithashtu e fut në programin edhe në jetën tonë edhe disa veprime të caktuara të cilat patjetër do të jenë pjesë përbërëse të jetës tonë dhe sistemit të jetës tonë në përgjithësi. Nëse kjo nuk realizohet, edhe e tëra i lihet rastësisë, ose me thonë hajtë se kom kohë e tash po lexoj Kur'an, ose hajtë se kom kohë e kjo nëse bëhet çështja në këtë formë, atëherë nuk ka mundësi me pas kontinuitet. Për arsye se kjo nuk t'jep atë luksin që ti me pas mundësi gjithmonë me i gjetë vende këtyre veprimeve. Mirë po nëse ti e din, shumë normale është nëse marrëm shembullin e kohëve të namazit. E ke pa ti je në ndonjë punë ose je duke diskutuar një problem qoftë në punë apo diku tjetër, edhe dëgjon ezanin, të gjitha lihen. Edhe shkon i përgjigjes thirrjes. Kjo është domosdoshmë ajo disiplina. E tash edhe në vepra të tjera, në adhurime të tjera që janë nafile në përgjithësi, duhet bërë një lloj kësi organizimi dhe sistemimi dhe në formë me anë të kësaj strukture ti mundesh me arrit edhe me mbajt këtë kontinuitet në jetën tonë. Ndihmon kjo njeriu Hoxh edhe të ketë një vetë kontroll të mes dëshirave dhe detyrave. Po kjo është tash po kthehemi te ajo pika që e përmendëm te çështja e emocionit. Për shembull njeriu kur është në rrethonat të ngritjes së imanit edhe të emocionit fort, atëherë edhe ti tërhiqesh ndoshta me lexu Kur'an, me bë vepra të mira e kështu me radhë, mirë po nëse je në një rrethon që nuk e ke këtë motivin edhe gjendjen emocionale dhe nuk tërhek, po nëse e ke vënë veten tënde këtë kontroll, edhe thu që sot ka kalu dita dhe nuk e kam hap Kur'anin, prandaj duhet me ndërmarr pavarësisht a jam duke përtu apo jam udhëhiqem më shumë shfletoj telefonin apo diçka tjetër, unë do ta realizoj këtë. E kjo e bën që njeriu vërtet me fitu këtë vetë kontrollin edhe sistemimin e vetes atë disiplinën e jetës. Bëhet më serioz. Po. Dhe e përmendet Kur'anin Hoxh dhe po marrim shembuj konkret. Pra ka prej atyre që thonë nuk kam lexuar sot, do të lexoj nesër, por ditën pasuese do të lexoj 20 faqe, 30 faqe dhe do ta balancoj adhurimin. Është në rregull kjo, dhe rrjedhimisht është me rëndësi sasia apo vazhdimësia në adhurime? Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Tash në aspektin e mësimeve islame në përgjithësi nuk ka dyshim që përmendet edhe sasia. Po përmendet kontinuiteti. Po. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë khairul a'mali 'inda Allah, veprat më të vlefshme, më të dashura tek Allahu janë ata të cilët kanë vazhdimsi, qofshin edhe të pakta. Pra, në formë drejt për drejt ky hadith tregon se vërtet tek Allahu i Madhërisht është më e preferuar edhe më e dashur kjo kontinuiteti, vazhdimësia çdo ditë nga pak se sa si themin e gjuhën e popullit me turra, pra në një ditë me lezu shumë, pastaj disa ditë me ngec. Kjo e rrezikon qëndrueshmërinë. E rrezikon, faktikisht nuk është kjo që kërkohet. Nuk është qëndrueshmëri. Nuk është qëndrueshmëri kjo. Qëndrueshmëri është që kjo kontinuiteti në çdo, pra fillimisht kur thot pra pak edhe vazhdueshëm është më mirë
se sa shumë edhe me ndërprerje. Mirë, po këtu duhet me pas parasysh, nuk jemi duke fol për pak, kur themi pak, nuk jemi duke folur për milan anash farzet, namazin, agjerimin, domthon këto që janë obligative. Ne jemi duke fol në veprat nafile që njeriu i fut në programin e praktikës së tij. Përmes të cilave ngritet. E këtu më shumë preferohet që të kesh vepra, qofshin edhe ato të pakta, po që i bën çdo ditë, se sa në një ditë të javës ndoshta me bash shumë, pastaj ditëve tjera me mbet pa asnjë. Po i kthemi Kuranit me është shembull. Më mirë çdo ditë nga një faqe sepse çdo 10 ditë 20 faqe. Po ashtu. Në fakt edhe praktika, tash po kthejmë edhe praktika, secili mundet ta mendoj ose ta shikoj veten e tij. Praktikisht kjo është edhe pothuajse, s'po them e pamundur, po nuk është produktive. Për arsye se vërtet nëse ti kime lezu, po e zojmë disa faqe ose disa gjuza të themi gjatë një dite, është shumë problematike ti me gjetë një kohë kaq të gjatë për me realizu atë përkushtim të cilën po e pretendon që e ke lënë anar disa ditë. Po flasun praktikisht nga përvoja jam personale në këtë Ramazan. Po them personalisht, disa ditë nuk arrita me lexu një gjuzë në dite, për shkak të disa angazhime, dhe thash haj se mas 3-4 dite do t'i kompenzoj, po nuk arrita t'i kompenzoj. Për arsye se dita tjetër vjen me obligime dhe kërkesa tjera dhe aty e posh praktikisht do të thonë që kjo është shumë vështirë të kompenzohet. Prandaj më mirë është njeriu ndoshta edhe nëse e ka në një obligim apo diçka ta menaxhoj veten e tij dhe gjithsesi ta detyroj veten e tij me e zbatu atë me të cilën don me manifestu atë kontinuitet e jo të thot hajt se pasandej me shty dhe me dham pasandej për arsye kjo shkakton me prish këtë. Dhe hoxh shembujt sahabëve ka plot në këtë drejtim apo jo? Gjithsesi ka shembuj të shumë. Menaxhonin kohën shumë mirë. Edhe menaxhimi edhe zotimi që mos me lën anash. Po e përmend një rast nga Aliu radiallahu ta'ala anhu, faktikisht hadithi është shumë i njohur, transmetohet tek Buhariu. Fatimeja, vajza Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam m'ia bën një kërkesë për shkak të obligimeve familjare në shtëpi, që t'ia jap një shërbëtore me ndihmu në punë të shtëpisë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, oj Aisha, gjithashtu edhe Aliu ka qenë prezant, thotë, a doni t'ju këshilloj një gjë edhe më të mirë se kjo çapo lipni ju. Pa i drejtua Fatimes edhe Aliut. Edhe ata thanë, po, i dërguari i Zotit, gjithsesi, thotë, mos i lëni çdo natë para se të shkoni në gjumë, para se të flani, 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah dhe 34 herë Allahu akbar. Me thonë këtë. Edhe po tregon Aliu radiallahu ta'ala anhu, thotë që nuk i kum lanë këtë porosit pejgamberit sa thon kur prej asaj dite që na ka porosit. Pra kur deri sa ka qenë gjallë. E tash njërin nga transmetuesit e pyet Aliun radiallahu ta'ala, thotë a as në natën e Sifinit. Nata Sifinit është një ngjarje shumë e rëndë për Aliun radiallahu ta'ala anhu, ka qenë një betejë, një mospajtim që ka ndodhur dhe vërtet kanë vujt shumë, edhe është shumë normale që disa vepra ndoshta s'ka mujt me i bë. Edhe tash për këtë qëllim edhe pyet thot as në këtë natë, edhe në këtë natë nuk e ke lënë, thot edhe në këtë natë e kam bë këtë. Që tregon pavarësisht këtë angazhimin që po thua dhe preokupimin, megjithatë nuk e ka lënë për arsye se zotimi që unë do të vazhdoj me këtë kontinuitet. Tash kjo është shumë e rëndësishme me e pas parasysh besimtari, edhe kur e fut një nga veprat edhe ibadetet, adhurimet veçanta që ai përditshmërinë e tij, nuk duhet ta josh ose ta bëj atë që ta shtyj për ma vonë apo për nesër apo për ndonjë kohë tjetër me pretendimin se tash kam obligim, e kam këtë punë e kështu me radhë, po të mundohet maksimum që me e çu në vend. Për dallim, nëse vërtet ka arsye, mundet me qenë smundja apo diçka tjetër, atëherë siç thotë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse një njeri e ka pas praktik me fal namaz nate ose me agjëru nafile, vazhdimisht një ditë caktuar, qoftë hanet ajte, qoftë do thot natën falja namazeve nafile, e kem parasysh vlerën, mirë po smuret ose është në udhtim, pra i pamundsohet ta bëj këtë.
i pamundësohet, jo se ai ka qenë neglizhent, po nuk ka mundësi për shkak të rrethanës me cilën është ballafaqu, atëherë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që atij do t'i shkruhet sikurse me bëhat vepër. Pra, Allahu i Madhërisht si rahmet për shkak të atij interesimi dhe përkushtimi që ka bërë gjithmonë, po tash i ka dalë një situatë e jashtëzakonshme, atëherë Allahu i Madhërisht më shkruan sikur me bë atë vepër. Pra, ideja është, siç e thonë në shoqërinë tonë, punën e sotme të mos e lëm për nesër, sepse është vështirë të realizohet pastaj. Po, gjithsesi, njeriu nuk duhet me i lanë punët me i prolongu, për arsye se kjo vetëm i shkakton atij telashe më shumë që edhe mos të arrijë edhe ato të nesërmes me i kry, e mos flasim ato që i ka lënë anash. Po pra, dhe hoxh, a mund të ndërtohet qëndrueshmëria gradualisht apo mund të arrihet shpejt? Edhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Një send që duhet me pas parasysh besimtari është që entuziazmi dhe emocioni i rastit, apo edhe ai, qysh tham pak më herët, ai hyjimi turri i fillestar nuk është shumë efektiv se sa kur njeriu i fillon apo në formë graduale e ndërton veten e tij apo i ndërton ato adhurime dhe ibadetet të cilat do të mi fut në praktikën e tij në jetën e tij të përditshme. Për arsye se çdo gjë që fillon me shpejtësi edhe me këtë emocion nuk ka mundësi me zgjat shumë. Për arsye se emocioni është ndjenje natyrore apo shpirtërore që e ndjen njeriu në një kohë caktuar që fillon të zbehet, nuk mundet me qëndru gjithmonë në një fazë. Kështu që njeriu nëse e ndërmen një hap caktuar për një vepër caktuar dhe thot unë edhe jep atë me një shpejtësi të si rezultat e atij emocioni, atëra ajo fillon të venitet, gjithashtu pastaj venitet edhe puna, edhe vepra. Nëse qasja e tij është që ta ndërtoj edhe fillon me hapa të sigurt edhe me planifikime të caktuara, me ndërtu veten e tij edhe futja e veprave të mira, adhurimeve të ndryshme e bën në formë graduale. Njëherë një vepër caktuar punon një kohë caktuar, pastaj atë shoqëron me një vepër tjetër, me një adhurim tjetër, po ti marrëm edhe shembull konkret, për arsye se shembull konkret e qesin më mirë rrethonën dhe situatën, nëse një musliman don me fut në praktikën e tij faljen e namazit natës. Nuk është e drejtë të filloj me shumë rekate në një natë, me njëherë. Për arsye se mundet ai me pas ato ditët e para apo emocionet e para që më thonë unë mundem edhe jam duke bërë një vepër të jashtëzakonshme për hir të Zotit, edhe mundet me fal ndoshta 10 recate, 20 recate e kështu me radhë. Por kjo mundet me qenë ngarkesë, obligimet, rrethanat, lodhja, kërkesat e ndryshme që mundet një natë, 2, 3 apo disa net, pastaj edhe fillon muzbeh, edhe ndoshta edhe me umërzim. Mirë po nëse përdor strategjinë e gradualitetit, ashtu siç e përmendëm, edhe thot unë do të filloj faljen e namazit natës, mirë po nuk do të filloj me 20 rekate, po do të filloj me 2 rekate çdo natë. Ose jo pikërisht në pjesën e tretë të natës, por pas jacis apo kështu. Mirë po nuk do të flaj, nuk do të më kaloj nata pa e fal. Dhe fillon 2 rekate, pastaj pasi që ta kalis veten në këtë, pastaj mund të ta shtoj plus 2 rekate dhe në këtë formë e zgjeron praktikën e tij në disa rekate, kjo është do thotë qëndrueshmëria edhe ajo formula e mbajtjes së kësaj praktike në jetën e tij të përditshme. Prandaj transmetohet edhe nga Abdullah ibn Omeri me një rast, pejgamberi sa thotë më ka drejtuar dhe më ka thonë mos e bëj si filani. Hadithi është i saktë, si filani, si një njeri, nuk përmendet me emër dhe ka ursi në këtë, thot për arsye se ai kishte filluar me fal namazin e natës, pastaj e la. Pra kjo do thot ajo çfarë çortohet njeriu. Pra të mos veprohet në emocione, por me vedi. Dhe në këtë rast hoxh, çfarë roli luan njeti, qëllimi që ta ruajmë ritmin e qëndrueshmërisë në adhurim? Njeti ne vedim kur flasin hoxhallarët edhe në përgjithësi që është do thotë diçka thelbësor në praktikën në çdo praktikë ose në çdo adhurim,
Mirë po, ai synimi, pra kur themi njeti është qëllimi dhe synimi, kur e ka njeriu në vetdijen e tij, në ndërdijen e tij këtë synim, sikurse që e përmendëm shembullin e metodologjisë së faljes së namazit natës edhe mënyrës se si ta fut në praktikën e tij, dhe këtë e bën me një planifikim edhe me një synim edhe me një niyet shumë të mirëfillt edhe të sinqert ndaj Zotit të Madhërisht, atëherë nuk ka dyshim që kjo i jep rezultatet e veta. Pra qëllimi është i qartë. Jo dy sene këtu. Forma mundet me qenë sikurse trupi i adhurimit. Kurse shpirti i adhurimit është kjo njeti. Pra që e gjallëron këto veprime dhe këto praktika që i bëjmë fizikisht. Pra e nxjerr këtë praktik nga rutina dhe nga shprehia edhe e transformon në thelbin e asaj çfarë synohet me të, pra adhurimi. Se ti gjithmonë e ke në ndërdijen se je duke e kryer një adhurim për hir të Zotit, edhe e ke zotu veten tënde, pra e ke bërë veten tënde që të jesh në këtë vazhdimsi, konstant, do thotë në vazhdimsi, edhe Allahu i Madhërisht do ta vlerësoj këtë për shkak të asaj që përmendëm edhe tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ka thonë veprat më të dashura tek Allahu janë ato të cilat kanë kontinuitet, qofshin edhe të pakta. Dhe në anën tjetër ka rëndësi dhe mënyra e jetesës ndikon në aftësinë për të qenë i qëndrueshëm apo jo në adhurime? Po gjithsesi, natyra e njeriut, mënyra se si i kupton apo si i radhit prioritetet në jetën e tij të përditshme, a ju jep më shumë përparësi joshjeve të tij apo atyre gjërave të cilat ndoshta e orientojnë ka rahatia edhe ka luksi, me thonë kushtimisht, edhe mos me lodh veten shumë, edhe a është nga ata njerëzit që vërtet ka kujdes në këtë aspekt edhe mundohet jo me ngarku tepër veten e tij, po me bën një lloj balanse mes asaj që ka mundësi ai me praktiku edhe në bazë asaj atyre obligimeve tjera të cilat i kanë jetën e tij të përditshme, dhe kështu i radhit prioritetet, edhe kjo e bën që të futet të ketë sistem ai jeta e tij në përditshmëri, mos të ketë kaos, pra të ketë një rregull, të ketë një strukturë, edhe mundohet me ju përmbajt asaj. Po du me përmend një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e nxjerr në pa këtë praktikë edhe të sahabeve në përgjithësi. Me një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë transmetohet se i ka thonë Bilalit, kur u zgju pe gjumit, e ka pa Bilalin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhennet, dhe i ka thonë: o Bilal, thot, çka ke bë, çfarë vepre ke bë që ti kam dëgju trakatjet e këpucëve, nallmeve tua në xhenet, pra duke ecë në xhenet kam ni. Domthonjë çfarë vepre ke bë që kjo me të bë që ti jesh para meje në xhenet, me një fjalë që të dëgjoj domthonjë që faktikisht ti je në xhenet edhe unë në xhenet. Atëherë çfarë thot Bilali radiallahu ta'ala anhu, thot: o i dërguari i Zotit, nuk është që kum bën ndonjë punë të madhe, po vërtet i kum nejt gati një punë, domthonjë duke shpresuar te Zoti i Madhërisht që jam duke bën një punë që kam më shpërbly Zotit, domthonjë duke shpresu në shpërblimin e Zotit. Cila është ajo puna? Thot: nuk ka ndodhur asnjëherë me prish abdesin edhe me marr abdes, qoftë do thot me abdes apo gusull, e mos t'i fali 2 rekate me çat abdes. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dëgjon, thot: kjo është. Domthonjë që ky kontinuiteti edhe që kjo zotimi yt apo faktikisht ajo përkushtimi yt në përmbajtjen e kësaj dhe futjen në sistemin e praktikës tonë, pra e bën që Allahu i Madhërisht me shpërblim me këtë shpërblim. Pra të falte 2 recate nafile pas çdo abdesi. Pas çdo abdesi. Mon i ka ndodhur me prish abdesin dhe ka marr abdes tri, qoftë për namaz, qoftë zakonisht njerëzit e mirë kanë nejt gjithmonë me abdes, po s'ka marr abdes edhe me thonë mirë, apshe që po e mbaj veten edhe po rri vazhdimisht me abdes, po sa herë ka marr abdes, me një herë i ka fal 2 rekate nafile ndaj Zotit Madhërisht, edhe kështu e ka qenë vend, pra një adhurim në formë të vazhdueshme gjithmonë derisa ka jetu në këtë botë, edhe prandaj edhe Allahu i Madhërisht e ka shpërblim me këtë shpërblim.
Mirë, do të flasim edhe për faktor tjerë, por tani dashur miq, do të shkputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak. Dashur miq, po shoqëroni me emisionin Këndi i Diskutimit me Hoxhën Alaudin Abazi, po flasim për qëndrueshmërinë në adhurime, se si ta ruajmë zemrën. Ndërkohë Hoxh, folëm për planifikimin e kohës, për prioritetet. Në anën tjetër, rrethi, ambienti, shoqëria kanë ndikim në qëndrueshmëri apo jo të besimtarit në adhurime? Po, gjithsesi, dhe kjo nuk ka nevojë shumë me shtjellu këtë pikë, për arsye se të gjithë janë të vetëdijshëm. Shpeshherë na ka ndodhur që ndoshta me qenë në një shoqëri me njerëz që nuk janë shumë përkushtuar me fen apo me adhurimet, edhe me qenë në neglizhent me ta. Në anën tjetër, nëse kemi qenë në shoqëri me njerëz që i kanë nejt gati namazit, edhe praktikës, edhe punëve të mira, që edhe ne të orientohemi edhe të bëhemi si ta. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot al-mar'u ala dini khalilihi, që njeriu është në fen e shokut të tij, mikut të tij, dostit të tij, për arsye se dashti apo s'dashti në formë direkte apo indirekte me vedi apo ndërdeje ndikohet. Dhe kjo është natyra e njeriut, që patjetër ndikohet me rrethana tjera. Prandaj edhe kontinuiteti, vazhdimësia në vepra të mira kërkon ambient të tillë. Nëse ti e sheh një njerëz që vërtet është i përkushtuar në për shembull në mbajtjen apo faljen e namazeve sunete gjatë ditës, edhe e sheh që e fal farzin, edhe ka ndonjë obligim, po patjetër e çon në vend e fal edhe sunetin e drekës apo të akshamit apo të ikindis, pra është i përkushtuar dhe ti automatikisht e ndin një lloj simpatie rreth kësaj praktike. Edhe ti shpreson me qenë si ai. Edhe pas një kohe të shoqërimit me të, detyrimisht edhe ti e preferon edhe fillon me praktikuar të njëjtën. Kjo është aspekti më i mirë, pra pozitiv, sepse mund edhe të ndikohesh. Në anën tjetër, nëse rrin me një njeri dhe shoqërohesh që ndoshta i fal vetëm farzet, ti mundohesh me fal edhe sunetet, me kalimin e kohës aty mund ndikosh me thonë hajtë se sot s'pe fali, hajtë as nesër s'pe fali, e kështu më të do kjo ma e thjeshtë edhe ma e lehtë. Prandaj kjo është natyra e njeriut në përgjithësi. Në anën tjetër besimtari do të synoj kush është më mirë në aspektin e veprave. Prandaj edhe urdhrohemi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të zgjedhim shoqërues që na ndikojnë pozitivisht te ne e jo ata të tjerë që ndikojnë negativisht tek ne. Po, dhe si mund të shmanget lodhja shpirtërore, Hoxh, kur përpiqemi të jemi të qëndrueshëm, por ndodh mosbalancimi? Lodhja shpirtërore apo qysh me thonë humbja e këtij kontinuiteti ndodh kur nuk kemi balancën. Pra me një fjalë e ngarkojmë veten ndoshta më shumë se sa që jenë përgatitur për të. S'po them çfarë mund me përmbajt, për arsye se njëri mundet me përballu shumë gjëra, po faktikisht sa është ai përgatitur shpirtërisht edhe me imanin e tij. Pra sa mund të përballoj? Sa mund të përballoj në aspektin e imanit edhe vetdijes së tij fetare. Kjo shkakton, për arsye se njeriu nganjëherë në emocione të ndryshme mund të gjallërohet edhe me thonë unë muj këtë, muj me bë atë, por me kalimin e kohës, siç tham në fillim, emocioni venitet dhe preokupimet e ndryshme pastaj fillon me ndin një lloj lodhje, ndoshta edhe një lloj mërzie, edhe dal ngadalë edhe heqje dorën nga ajo praktik për shkak të ngarkesës të cilën ja ke bati vetes tani. Pra dallojnë realizmi edhe përkushtimi, mundësia. Kjo është do të thotë shumë e rëndësishme, prandaj edhe e potencum aspektin e gradualitetit që njeriu mos mu fut për një herë në shumë praktika, për arsye se pastaj edhe mundet me mbet në të. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, faktikisht është shumë domethënës. Thot innal munbatta vërtet munbatta në gjuhën arabe është
është për qëllim ai kalors, njeri që ka kalin e vet edhe bën udhime të shumta. Mumbeta është ai i cili e lodh kalin e tij. Pra gjatë udhim, pra i jep shumë zor në fillim, thotë as nuk ka me arrit në synimin, domethënë në vendin ku që ai synon, e as nuk ka me shpëtu kalin që mjetin e transportit vet. Pra në dy aspektet është do thotë në humbje. Pse? Për arsye se i jep zor dhe e mundon kalin, edhe çka ndodh, kali lodhet, pastaj në një kohë edhe mbetet pa të. Pra as nuk arrin në destinacion, as nuk i mbetet kali i shëndosh. Dhe si të veprohet në këtë situatë, hoqë, nëse njeriu merr një hap që të bëj shumë veprime gjatë ditës, pastaj e sheh që nuk mund t'i realizojë gjithë ato dhe rrezikon të zhgënjehet. Si ta rikuperoj këtë, si të rikthehet në një ritëm më të ngadalshëm, por që në të ardhmen do të jetë i vazhdueshëm. Domthon rikthimi në balancë, edhe të shikoj se sa ka mundësi të përballoj edhe të aplikoj këtë metodën e gradualitetit. Po. Metodën e gradualitetit. Për shembull, nëse sheh veten e tij që faktikisht e ka ngarku veten me disa adhurime, pra po themi nafile është për shembull agjerimi i ditëve të ndryshme të javës, pastaj falja e namazit natës, pastaj sadakaja, pastaj falja e namazit duhas, e kështu me radhë ka ngarku dhe ka mundësi me qenë kërkesat e tij, obligimet e tij tjera të punës ende që me ja pamundsojnë këtë, atëherë të ndalet edhe të shikoj cilat nga këto mundet të largoj dhe të kapet në disa dhe tjetë aty kufiri. Që aty tjetë kufiri dhe metodë të ecë përpara. Nëse e shesh që vërtet është duke arritur sukses, atër mundet me e fut kohë pas kohë ndonjë adhurim të kësaj natyre, po e rëndësishme është që kjo kontinuiteti në jetën e tij të përditshme. Dhe hoqë, kemi tani një çështje tjetër, pak a shumë e përmendet larmin e adhurimeve. Është kjo një ndihmës që besimtari të jetë i qëndrueshëm, pra të ketë adhurime të ndryshme gjatë ditës? Në fakt, kjo që po e përmend ti, i përgjigjet edhe asaj pyetjes që e bëre pak më herët, se si ka mundësi njeriu që kur ndin lodhje, kur ndin do thotë që e ka ngarku veten, përparësia e Islamit qëndron në këtë, se kemi lloj-llojshmëri të veprave të mira. Për arsye se njeriu nganjëherë mërzitet në një formë të vepra apo të adhurimit dhe ka mundësi të kalojë në një qasje tjetër apo në një praktik tjetër dhe kjo lloj-llojshmëri e bën edhe me qenë njeriu më i aft në praktikën edhe në vazhdimin e këtij kontinuitetit. Me një fjalë, nëse e ndin veten e tij të lodhur për shembull që të agjëroj shumë gjatë, e pakson pra këtë praktik edhe fut në orarin e punëve të mira, veprave të mira të tij, ndoshta leximin e Kuranit së bashku me këtë praktik. Apo siç kishim pra, tashmë po kalon shevali, ishte mundësia për të agjëruar, tani vjen periudha tjetër për adhurime tjera dhe periudhat kohore janë të rëndësishme. Kjo lloj-llojshmëria i krijon atij që me kanë ma vigjilent edhe mos me kaplu kjo plogështia të cilën e përmende në fillim të emisionit, po gjithashtu edhe mos mu kaplu me thyrjen e këtij kontinuitetit. Për arsye se njeriu nëse merr një vepër caktuar edhe vetëm atë fokusohet, mundet në një situatë, në një rrethon edhe me ndinë një lloj mërzie. Po kur ka lloj-llojshmëri, atëherë kjo e bën që ai të jetë më i përgatitur edhe të vazhdojë në këtë kontinuitet. Pra, përmendet një lloj mërzie, brengosës pse nuk po mund të arrijë, mirë, po kjo nuk do thotë heqja dorë nga i gjithë plani i tij ditor. Ashtu. Mirë, hoq, pas larmisë vjen shprehje edhe përmendet në jetën vetdijen, po edhe kuptimet e adhurimeve. Kur e kuptojmë vlerën e një adhurimi, sa ndikon kjo që pastaj të mos heqim dorë së vepruari atë vepër? Po ta shpjegoj këtë me një aspekt praktik nga një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe tani e shohim pra se sa njeriu nxitet kur e kupton pra për me realizu kjo, njeriu e duhet me e përjetu apo me meditu rreth vlerës së asaj vepre.
Ne e dim hadithin, besoj që edhe shikues të juaj në përgjithësi, hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kush e ndërton, kush i fal 12 rekate nafile gjatë ditës dhe natës, Allahu do t'i ndërtoj atij nëpërmjet tyre veprave që ka bën një shtëpi në xhennet. Kjo është fjalë për sunetet e forta. Është fjala për sunetet e forta, pra 2 sabahut, 6 drekës, 2 akshamit edhe 2 jacis, suneti i fundit i jacis. Pra këto janë 12 rekate që ulemat e kanë saktësuar, pra është për qëllim për këto 12 rekatet e ditës. Është këndvështrimi nga aspekti i shpërblimit. Po, i shpërblimit. Pra, Allahu i Madhërisht do t'ja ndërtoj një shtëpi në xhennet. Edhe ti tash e ke parasysh pse nxitemi ne të kem këtë vazhdueshmëri, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush i rrin gati kësaj e ka një shtëpi në xhennet. Pra e ka xhenetin. Pra e sheh domthon ti faktikisht sa herë që ti fal ose ndoshta po e zëm në një situatë je namazin e drekës edhe ke fal farzin edhe tash kanë mbetë edhe 2 sunet, e keni obligim, e keni asi a me fal a mos me fal, kur e kujton ti këtë hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk heq dorë, thuaj jo se unë po du një shtëpi në xhenet, prandaj edhe do ta fali. Edhe sakrifikon, qoftë edhe një kohë caktuar apo një obligim tjetër, e shtyn 2-3 minuta edhe e çon vend këtë hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse nuk e ke ndërdije këtë vlerë, atëherë mundesh me lanë, me thonë hajtë se sot kam obligim, hajtë se edhe nesër kam obligim, edhe sepse mungon kuptimi. Pra e thën këtë kontinuitet. E çka është mas interesante në këtë hadith bujar, që mu më ka bërë përshtypje, është se hadithi gjendet në Muslim, e transmeton Muslimi, është interesante edhe zinxhiri i transmetuesve. Këtë hadith e transmeton Ummu Habibe, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga Ibn Abi Sufjan, edhe ky nga Amr ibn Aus, Amr ibn Ausi e përcjell nga Salim, një transmetues që ka emrin Salim. Domthon këta 4 transmetues e përcjellin këtë hadith. Edhe po thot ky Salimi që e ka përcjell, thot ky ky që e përcjell prej Umme Habibes e ka emrin Ibn Abi Sufjan, thot Habibja ka përcjell që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që kush i fal 12 rekate gjatë ditës edhe natës, Allah i Madhërisht do t'ja ndërtoj një shtëpi në xhenet. Edhe Habibe ka thonë për Zotin, thot, kur nuk i kum lan këto namaze derisa kam qenë gjallë. Prej atij momenti që kam dëgjuar këtë hadith. Pastaj ky transmetues thot, prej atij momenti që kam dëgjuar Habiben, nuk i kum lan këto namaze. Edhe transmetuesi i tretë thot, prej atij momenti që i kum dëgjuar Ibn Abi Sufjanin, nuk i kum lan këto 12 rekate. Edhe transmetuesi i katërt thot, prej atij momenti që e kam dëgjuar Ibn Abi Ausin, pra nuk i kum lan këto 12 rekate. Pra këtu po e shohim se sa me përkushtim edhe vendoshmëri e kanë marrë kuptimin e këtij hadithi. Sikurse tek Aliu që përmendëm pak më herët, pra e ka kuptuar vlerën edhe tash i ka nejt gati. Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë, nëse e bën këtë, kjo është më e vlefshme se me pas shërbëtor që ti krym punë në shtëpinë tane, atëherë e ka marrë dhe e ka fut në praktikën e tij dhe s'ka heq dorë derisa ka qenë gjallë. Edhe në këtë praktik po e shohim të gjithë transmetuesit nuk e kanë transmetuar vetëm hadithin tek të tjerët, po më njëherë e kanë fut në praktikën e tyre për shkak të këtij kuptimi shumë domethënës edhe vlerës që ka në vete ky hadith. Prandaj nëse kështu i futemi edhe i përjetojmë ato vlera që kanë këto vepra të mira edhe praktika, atëherë vërtet është shumë lehtë me vazhdu në këtë e që për secilën vepër vullnetare varësisht prej saj ka përgëzime, ka transmetime për këtë. Dhe krejt kjo hoxh nuk arrihet lehtë nëse nuk kemi sabër, apo jo? Po gjithsesi durimi është pjesë shumë domosdoshme për besimtarin në jetën e tij të përditshme, edhe kur kanë fol ulemat në lidhje me llojet e sabrit, një prej kanë thonë që sabri është 3 kategori dhe njëra prej kategorive shumë të rëndësishme është as-sabru ala ta'a. Durimi, do thotë njeriu me bë sabër në këtë kontinuitet, do thotë të adhurimeve, të ibadeteve. Mos mu dorëzu. Situata, rrethana, vështërsia, me thonë hajtë se ma vonë, jo.
me bo sabër edhe me e tejkalu, edhe nëse ndoshta ndin që ato momente një lloj vështërsie, edhe ndoshta edhe një lloj po e kryen do thotë jo se ki atë emocionin në një nivel që pe kryen me gjithë dëshirë, po e ngarkon domthonë veten tonë edhe e bën, qoftë edhe nëse e ndin një lloj vështërsie, po bën sabër në këtë, atëherë shpërblimi pra vjen për shkak të këtij vendosmërie që ta bësh punën me kontinuitet. Dhe vetë vepra do të jetë më e lehtë një ditë. Ashtu që kam përmend edhe ulemat në përgjithësi, një prej dietarëve thotë jahadtu nafsi, do i kum bë e kam mundu veten time me fal namazin e natës 20 vjet. Domthonë me pritese, po pas 20 vete, pastaj kom fillu me shiju ëmbëlsinë e këtij adhurimi. Prandaj vërtet njeriu nganjëherë derisa ta fus në praktikën e tij dhe ta përjetoj, atë i vjen një lloj sabri, një lloj vështërsie, po pastaj kur të kalon në anën tjetër, atëherë e ndin ëmbëlsinë e këtyre adhurimeve dhe kryerjes së tyre. Padyshim. Faleminderit shumë Hoxh. Faleminderit edhe juve për ftesën. Dashurmiq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm të emisionit Këndi i Diskutimit. Shumë faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëjtje.